Nëse keni një nga këto shenja, po vuani nga diabeti, jasi ta ulni sheqerin në gjak. Diabeti është një sëmundje e përhapur gjërësisht, sinjalet e para të cilës shpesh janë neglizhuar. Bëni mirë që të bëni vetë kontrole dhe kjo vlen sidomos për gjinin femërore, të cilat shpesh i injorojnë edhe sinjalet e para që jep trupi tyre. Por sipas ekspertëve du të rëndisim disa nga shenjat të cilat, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nuk duhet të neglizhohen nëse i shfaq trupi juaj, pasi mund të paralajmërojnë edhe për probleme të luhatjeve të sheqerit në trup. Sipas Healthline, këto janë shenjat më të dukshme te persona që kanë gjithashtu edhe hapat e para të diabetit. Nevoje shpesh për të urinuar. Nëse ndjeni shpesh më shumë se normalja nevojën për të shkuar për të urinuar, ky është një sinjal i diabetit, i cili nuk duhet të neglizhohet, por duhet të ndiqet me vëmendje dhe nëse gjendja juaj vazhdon të agravon, është mirë të konsultoheni me specialistin e shëndetësisë për të bërë gjithashtu një përzgjedhje më të mirë edhe të situatës suaj. Humbja e peshës pa kriter. Dobësoheni pa arsye. Për shumë femra, kjo mund të duket si një ëndër e dëshiruar, por në fakt mund të bëhet fjala edhe për shëndetin dhe diabetin. Prandaj, nëse keni një dobësi pa arsye, konsultohuni me ekspertin. Plagë që me zor mbyllen. Nëse priteni në kuzhinë ose keni çarje të ndryshme në lëkurën tuaj dhe ato nuk mbyllen më mirë se zakonisht, gërvishtjet nuk i kollaj, kjo mund të jetë një simptom e qartë e diabetit. Sistemi imunitar është i komprometuar dhe kjo gjë ndikon edhe në procesin e shërimit. Uri ose etje ekstreme. Kur trupi ynë nuk arrin të tolerojë më glukozën, është normale që të ketë uri edhe etje përtej normës. Kjo gjë ndodh për arsye gjithashtu se mund të jetë edhe për shkak të orëve të vona të natës. Dekolorimi i lëkurës. Keni vënë re që lëkura nën sqetulla, në qafë ose në gjunjë ju zbardhet. Kjo është një shenjë e pastër e diabetit. Lodhja pa arsye. Një lodhje e tepërt pa shkak është simptom e qartë të diabetit. Kjo gjë manifestohet gjithashtu me nevojë për të dremitur gjatë ditës. Probleme të ndryshme me shikimin. Glukoza që akumulohet në organizëm shkakton mjegullime të shikimit, dhe kjo mund të lidhet gjithashtu me çështjet e diabetit dhe kërkon një vëmendje të theksuar mjekësore për të parë nga afër çështjen tuaj dhe për ta trajtuar atë nëse është e nevojshme. Gjithashtu mpirja mund të lidhet edhe me problemet e sheqerit në trup. Niveli i sheqerit në gjak është më i lartë. Mund të keni mpirje të duarve ose të këmbëve. Nëse keni mpirje të duarve ose të këmbëve pa arsye, konsultohuni me mjekun dhe mos e neglizhoni situatën tuaj. Gjak nga mishrat e dhëmbëve. Kur del gjak nga mishrat e dhëmbëve, kjo gjë flet edhe për probleme të lidhura me diabetin. Nëse ky problem nuk zgjidhet me këshillat e dentistëve, bëni mirë që të kontrolloheni për nivelet e sheqerit në gjak, pasi mund të tregojnë shumë për situatat tuaja dhe gjithashtu duhet të trajtohen sipas ekspertëve dhe në mënyra më të mira për të menaxhuar gjithashtu komplikacionet që i kanosen shëndetit tuaj. Ju vjen ere e keqe nga goja dhe keni karjes të shpeshtë. Këto mund të jenë shenjat e para të diabetit. Simptomat e diabetit janë gjithashtu rreptësisht të varura nga dekurit e hiperglicemisë dhe shpesh kanë efekte të mëdha negative për organizmin. Ndryrja në kohë është thelbësore për diagnozën e hershme të sëmundjeve, edhe ndryrja pasuese me një terapi të përshtatshme, shpjegon Alberto De Miguel, mund të jetë gjithashtu një zgjidhje. Ja cilat janë shenjat karakteristike të diabetit sipas tij. Karakteristikat e diabetit mund të jenë të ndryshme nga personi në person. Diabeti është një sëmundje metabolike, e shkaktuar nga mungesa e aktiviteteve të pamjaftueshme të insulinës, një hormon kyç për mbajtjen e glukozës në gjak. Diabeti tipi 1, karakterizuar nga mungesa pothuajse absolute e insulinës, shpesh e papritur, zakonisht gjatë fëmijërisë ose adoleshencës, rrallë në moshë madhore me simptoma që janë karakteristike. Diabeti tipi 2, i karakterizuar nga aktiviteti pamjaftueshëm dhe mungesa relative e insulinës, ndodh ngadalë, zakonisht në moshë më të madhe me simptoma të cilat janë më të
nuancuara. Faktorët e riskut për zhvillimin e diabetit të tipit 2 mund të jenë mbi pesha ose obeziteti, niveli i lartë i yndyrnave në gjak, problemet e hipertensionit, pirja e tepërt e duanit, jeta sedentare si dhe gjithashtu problemet familjare të trashëguara. Tipari i përbashkët i të dyja llojeve të diabetit është përqendrimi i lartë i glukozës në gjak, pra hiperglicemia. Sipas ekspertit, këto janë shenjat më dalluese që mund të shfaqë trupi juaj kur paraprihet edhe një luhatje të fortë të sheqerit në gjak. Urinimi i bollshëm dhe i shpeshtë. Kur niveli i sheqerit në gjak është më i lartë, trupi eliminon atë me urinim. Kjo rrit edhe sasinë e urinës në 24 orë, e cila përmban sasi të lartë të sheqerit në gjak. Zgjedhja mund të jetë gjithashtu një konsult me mjekun specialist dhe për të marrë nga afër trajtime të specializuara. Etje e fortë. Me një eliminim të madh të lëngjeve ju dehidratoheni, kështu që pini më shumë dhe ndjeni përsëri të uritur. Gjithashtu edhe të etur. Disa persona që nuk e dinë se janë me diabet, shuajnë etjen e tyre me pije të ëmbla me sheqer ose me lëngje të frutave, duke rritur kështu sheqerin në gjak dhe duke përkecuar akoma më shumë situatën tuaj. Pra fakti që ju ndjeni veçanërisht të etur dhe pa djersitje për shkak të nxehtësisë së tepërt, ose veçanërisht me trajtime intensive mund të jenë një simptom e diabetit që kërkon një vëmendje të specializuar mjekësore. Era e keqe e gojës mund të lidhet gjithashtu edhe me problemet e diabetit të tipit 2. Aroma e acetonit në erën e gojës ose si ajo që përdoret për të hequr manikyrin në thonjtë është një simptom klasike që mund të paralajmërojë për probleme të sheqerit të lartë në gjak. Kryesisht diabetit të tipit 1 i dekompozituar në rendin metabolik. Kjo erë e veçantë është rezultati i ashtu quajtur kateocitoz. Në thelb, trupi i diabetikëve, i cili nuk ka insulin, nuk mund të përdorë glukozën si një burim të energjisë, kështu që për ta marrë atë, ai djeg acidet yndyrore. Në këtë proces formohen edhe trupat e ketoneve që shkaktojnë erën e acetonit në frymëmarrje. Kjo simptomë mund të jetë e dobishme për të vlerësuar kur një person vjen në dhomën e urgjencës dhe gjithashtu kërkohet vëmendje shtuar mjekësore. Humbje e papritur në peshë dhe lodhje e madhe. Humbja e menjëhershme e peshës ndikohet kryesisht te personat me diabetin e tipit 1 dhe diabetin e tipit 2. Mund të jetë gjithashtu më graduale. Normalisht, edhe sheqernat e marra me dietën të absorbuara një herë transportohen në gjak në të gjitha rrethet e trupit kur qelizat janë në gjendje që t'i përdorin ato në saj të insulinës. Kjo substancë gjithashtu mungon edhe në prodhimin e sasive të vogla të energjisë të prodhuara nga sheqernat, të cilat nuk janë në dispozicion dhe trupi lodhet në mënyrë të shpejtë. Përdoreni gjithashtu edhe trajtimet natyrale për të marrë një zgjidhje më të mirë kundër këtyre komplikacioneve. Uria e tepërt edhe pasi keni ngrënë diçka më përpara. Të kesh uri pa asnjë arsye mund të jetë një simptom që mund të lidhet gjithashtu edhe me problemet e sheqerit të diabetit të tipit 2. Sëmundja pengon trupin gjithashtu edhe shndrimin e sheqernave në energjinë e mjaftueshme. Gjithashtu, nëse keni këto shqetësime dhe komplikacione të një pasnjëshme, sigurohuni që të ndiqni trajtimet e duhura të specializuara për të mbajtur në kontroll situatën tuaj dhe për t'i ardhur në ndihmë imunitetin dhe t'i lehtësoni gjithashtu komplikacionet e tij. Shërimi i plakëve në mënyrë të ngadaltë mund të jetë shenjë diabetit, por gjithashtu pamjet e turbolta në shikim dhe rritja e problemeve dentare mund të jetë një shenjë që lidhet edhe me rritjen e niveleve të sheqerit në gjak. Nëse keni këto simptoma, konsultohuni me mjekun dhe bëni gjithashtu trajtimin e specializuar. Nëse dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij ose nuk prodhon mjaftueshëm insulin ose nuk e përdor atë si duhet. Prandaj, nëse bëni pjesë në këtë kategori, tregoni të vëmendshëm me atë që shtoni në dietën tuaj, pasi mund të ndikojë drejt për së drejti në situatat tuaja specifike dhe të krijojë gjithashtu komplikacione të menjëhershme. Konsultohuni me ekspertin e shëndetësisë për çdo ndryshim që keni. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.